Po ka edhe ta ofrojnë edhe qendrat e qeveritare, OJQ ta ofrojnë shumë, unë vetë kam bën trajnime tilla, po duhet se s'vanë më bën edhe mësuesve, domethënë arsimtarëve, trajnimet edhe për pjesën e emergjencës, por diçka që më shqetëson shumë edhe sidomos mësueset e brezit që kanë 50 vjet e sipër, që nuk kanë shumë informacion, sidomos për fëmijët që kanë çrregullim të shëndetit mendor. Domethënë nëse një klasë ka 40 fëmijë, edhe aty mundet mi pas 3-4 fëmijë ose 2-3 fëmijë që kanë çrregullim të shëndetit mendor. Normal që ajo s'ka çfarë me botin e fëmijëve, se që kjo profesorisha din më mirë se unë. Po në bërat të ketë informacionin e duhur se si me menaxhu ose si me kontaktu me psikologun e shkollës. Po, fatkeqësisht shkollat nuk posedojnë as psikolog. Me thënë, ka pak shkolla që kanë, sidomos për rastet e tilla kur fëmijët ndoshta mundet me ju ndiku shumë emocionalisht një aksident që e kanë në shkollë. Faleminderit shumë që bëni këtë pyetje, edhe mas jena edhe në televizion. Ta tham sigurisht që në 70% të shkollave në fushë Kosovë nuk kanë as psikolog, as shkollat, po as qerdhët, as kopshtet. A e dinte sa më rëndësi është që qerdhët e kopshtet me pas psikolog? Realisht është shumë rëndësishme. Se nuk ka që e banë kjo me trajtu një fëmijë klasë 5-6, ndërsa e ka marrë traumën që në kopsht. Sepse ndoshta edukatorët e kopshtit nuk e kanë informacionin dhe ato nuk i vejfaj. Ama drejtoresha ose drejtori i çatij kopshti duhet me angazhu psikolog për fëmijët që s'van. Po sigurisht. Ditës mësimdhënësit e kanë rolin e tyre, nuk mund të jenë gjithë edhe psikologë edhe mësimdhënës. Do me thonë këto mekanizmat që ekzistojnë, po që institucionet nuk i marrin hapa.